shikoni, në momentin e ligji mbi qeverinë e Kosovës, parashikon në momentin kur parlamenti përfundon mandatin 4 vjeçar në mënyrë, domethënë, indirekte, qeveria është në dorëheqje, sepse qeveria është organ i dalur nga parlamenti. Parlamenti, ne jemi republikë parlamentare e pastër. Parlamenti është organ vendimarrës që nënkupton edhe zgjedh qeverinë, po ashtu edhe presidentin. Kështu që është organ primar është. Kështu që në momentin kur parlamenti pushon se ekzistori ose shpërndahet, atëherë në atë moment qeveria është në dorëheqje. Në dorëheqje, quhet në dorëheqje ose në detyrë, pasi që kushtetuta dhe ligji për qeverinë ja kufizon kompetencat. Në fakt, kryeministri është vetëm aspekti legal kryeministri, jo në aspektin legjitim. Legitimitetin duhet ta merr përsëri në parlament, por ai ka detyrë kushtetuese dhe ligjore që deri në momentin kur zgjedhet qeveria e re, duhet të vazhdojë detyrën në detyrë. Pra nuk ka bërë gabim që ka shkuar në qeveri. Jo, ai ka detyrë ligjore dhe kushtetuese. Përveç tjerave, domethënë që duhet me u harxhu buxheti në aspektin teknik, disa çështje më rregullu që janë të përditshme tjera, domethënë, është një çështje tepër fundamentale. Kjo çështje fundamentale është se nuk guxon me leju, domethënë, interesin nacional, rrezikshmërinë nacionale. Hipotetikisht mund të them se mund me ndodh luftë, mund me ndodh një kataklizëm, katastrofa natyrore tjera, të tre autoritetet, domethënë, përveç presidentit, tash ka autoritet të plot, edhe legjitimus, domethënë edhe legal, për shkak se kur kemi hartuar kushtetuesën, mandatin e presidentit kemi lënë 5 vjet. Kjo është arsyeja që mos mbetem pas një institucion. Përndryshe, nëse e shohim në komparacion, edhe kryetari i parlamentit është ushtrues detyre, po ashtu edhe nën kryetari i parlamentit është ushtrues detyre derisa të zgjedhet kryetari i ri i parlamentit. Kjo në mënyrë paralele ose analoge shkon edhe me kryeministrin. Kanë detyrë me e dorëzu detyrën te kryeministri i ri, duke raportuar për punën 4 vjeçare dhe punët ku kanë mbetë deri më tash. Kjo është detyrë ligjore dhe kushtetuese. Gjitha këto, domethënë, mund të bisedohen në aspektin politik, se kjo është këtë politik çka po ndodh, nuk është më juridik, se kushtetuta i parashesh shumë mirë këto gjëra, por ata duhet të vazhdojnë punën deri në momentin, edhe kjo është e parapame me nenin 30.1. A nuk ju kalojnë në kompetencat, shembull, zëvendës kryeministrit, zëvendës ministrave? Jo. Ashtu ishte e shpjeguar nga shoqëria civile. Po, shoqëria civile ka drejt të shpjegojë, domethënë, por peshën e fjalës në këtë kuptim e kanë njerëz autoritativ të cilët kanë edhe kompetencë. Domethënë, bisedohet me kompetencë dhe pa kompetenca. Ne jemi individ, po jemi pjesë e shoqërisë, të cilën na detyron në 58 i kushtetuesës, çdo intelektual të Kosovës e detyron që të ndihmojë situatave të caktuara për krijimin e qeverive edhe institucione të tjera. Kështu që ata duhet të vazhdojnë punën, sepse nuk ja lejon kushtetuta dhe ligji i qeverisë që të nominojë ndonjë ushtrues detyre ose nominojë ndonjë ministër ose të shkarkojë ndonjë ministër, absolutisht nuk ka të drejtë se e shkel ligjin.